Zonja Aurora, mirë se erdhe dhe faleminderit që jeni me dëgjuesit e Radio Kosovës. Faleminderit për ftesën, kënaqësi me ardhur me fol për turizmin natyror, sidomos në trojet shqiptare, kudo që janë. Po fillojmë biseden me turizmin, me viset turistike shqiptare në përgjithësi. Ju vazhdimisht keni të bëni me turist. Çka mund të na thoni me këtë, sepse njihni mirë terrenin? Spari, duke qenë edhe biologe, takon me njoft botën e gjallë, po themi qoftë bimët, kafshët, dhe kjo më ka shty pse mos t'i promovoj këto vlera natyrore që kanë Alpet shqiptare sidomos, por jo vetëm, edhe në ekosistemet natyrore, sikurse janë ligatinat me një pasuri të çmueshme, sidomos në avifauna apo në shpend ujor. Dhe për 11 vitesh unë drejtoj apo udhërrëfej turist për guida për kundrimin e shpendve, për turizmin malor, për ngjitjet malore, duke kaluar në fshatrat malor, duke promovuar jo vetëm vlerat natyrore, por edhe pjesën kulturore apo trashëgimin kulturore dhe historike që mbartin këto treva, cilat janë unike jo vetëm në Ballkan, po në gjithë botën. Ka shumë turist që ju i udhërrëfeni në për trojet shqiptare. Çka ju pëlqen më shumë atyre të vizitojnë? Turist, s'fundmi le të flasim për turizmin malor në përgjithësi, vitet e fundit, flasim 10-15 vitet e fundit, është zhvilluar, po them ka filluar të zhvillohet turizmi malor dhe kryesisht turistët vinë nga gjithë bota, por më të interesuarit për turizmin natyror në përgjithësi janë nga Europa perëndimore, nga Amerika, nga Australia, pra vende që kanë tërhequr shumë bukuritë natyrore shqiptare. Dhe kryesisht malet e Shqipërisë, pjesa e Alpeve shqiptare është ndër më të bukurat, sikurse edhe shprehen vetë turistët. Malet tona janë krejtësisht të pashfrytzueshme, po themi si resurse natyrore. Pra të bësh hiking vetëm në shtigjet e vjetra që kanë ekzistuar qindra vite më parë. Dhe nuk ka asnjë lloj infrastrukturet, po themi për modernizimin e këtyre shtigjeve, dhe pikërisht kjo ka sjell një atraksion turistik për vetë turistët e huaj. Me qenë se i eksplorojnë vetë me këmbë edhe apo me ditë edhe me orë duke ecur. Çfarë vullneti? Po, por jo vetëm, por edhe ajo e gërësia jep atë i shton vlerë këtyre Alpeve shqiptare sidomos. Por ka dhe elemente të tjerë, po themi në lidhje me trashëgimin kulturore dhe historike, i tërheq shumë edhe historia, gjubleta, veshje kombëtare, kulinaria, ushqimi atje në për male, po. Mënyra gatimit të ushqimeve, pra traditat, zakonet, veshjet kombëtare që janë simbolike këtyre rajoneve, po themi në Bjesht e Namona, në zonën e Kelmenit, në zonën e Dugaxhinit, në zonën e Rrugovës, pra gjen tipologji të ndryshme të veshjeve kombëtare. Pavarësisht se i përmbledh gjithë kjo kultura shqiptare, por çdo trep shqiptare ka të veçantina apo nën kulturën, brenda kulturës shqiptare. Dhe nëse duan ta njohin Shqipërinë e vërtet përpara pushtimit osman, se si ka qenë Shqipëria vërtet, i them duhet vizitoni zonën e Alpeve shqiptare, sepse aty është ruajtur, themi, origjina e identitetit ton kombëtar. Qoftë në tradit, në veshjet kombëtare, në gjuhën e të folunit, qoftë edhe besimi, religionet, por edhe kulinaria, e vërtet. Dhe sot ne shumë për këtyre elementve kulturor, ne apo të element, themi, jo material të trashëgimisë kulturore dhe historike, ne kemi sot pjesë të UNESCO, trashëgimisë botërore në UNESCO. Kemi gjubletën, djebërja gjubletës. Tashmë është prej 3 vitesh është pjesë e trashëgimisë kulturore në UNESCO.
kemi pjesën e kulinarisë, djathin e mishavinës, kemi transhumancën, pra shtektimin e dhenve, në bjeshkt, jo vetëm në Alpet shqiptare, në bjeshkt e Namuna, dhe kjo është pjesë sërisht e trashëgimisë botërore në UNESCO. Pa përmend dhe pjesët e tjera kulturore dhe natyrore në rajonin e Shkodrës. Sfundme ishte liçeni i Shkodrës që u shpall zonë në UNESCO, zonë biosferë rezervë në UNESCO, duke përfshirë jo vetëm pjesën e territoreve apo ekosistemit natyror që i përket Shqipërisë, por edhe nga pjesa Malitzi, një pjesë të zonës së Alpeve. Pra Shqipëria, por në veçanti veriu i Shqipërisë është ajo që i tërheq më shumë turistët për turizmin natyror, sidomos për Alpet shqiptare. Kam dëshirë të ndalem pak te djathi i Meshavinës, a the, kështu? Çfarë është ky djath? Ky është një djath, themi karakteristik. I delës? Po është thjesht mënyra se si e kanë konservuar dhe e kanë ruajtur vetë malcorët. Për ta ruajtur si ushqim gjatë dimrit, meqense kanë qenë zona të izoluara. Minimalisht 6 muaj ato s'kan pas komunikim, po themi, me pjesën tjetër të qytetit apo për të siguruar ushqime nga zonat më të ulta. Dhe pikërisht klima e vështirë, e egër, dimërore, terreni i ashpër, malor, mungesa e infrastrukturës për të komunikuar lëvizjen, transportin me zonës së Alpeve dhe Shkodrës kryesisht. Kjo i ka detyruar që ato të kenë një stil të veçantë jetesës, pra mënyra se si do të ruhet ushqimi. Mishi është tha, po themi, nga zjarri me drum brenda shtëpive. Pra edhe pikërisht ndërtimi i kullave tipike, pra dhe arkitektura e shtëpive apo kullave siç nyshe njihen në zonën e Alpeve shqiptare është një tipologji që i bën të veçanta zonën e Alpeve shqiptare, por edhe mënyra se si kanë konservuar ushqimin. Dihet ushqimi ka qenë, po themi, edhe i limituar. Ato thjesht janë marrë me mbjedhjen e patates, fasules, konservimin e mishit, pra të kripur ose të thatë, por edhe mishavina djathi që është konservuar në formën, po themi, si bylmet për ta ruajtur për periudhën e dimrit. Por janë edhe bimet medicinale. Po, që është shumë e pasur edhe me përsëri pjesë e kulinarisë, po themi çaji i Malit, që është krejt ndryshe nga çaji i Malit i Jugut. Apo ndryshe njihet edhe si rigoni i egër. Por edhe bimë medicinale që vetë Alpet shqiptare kanë si biodiversitet në ekosistemet natyrore të tyre. Shpeshherë këto bimë medicinale janë përdorur për kurimet të sëmundjeve të ndryshme. Mund të jenë mbi rreth 30 lloje bimesh medicinale, të cilët vetë malcorët i kanë grumbulluar dhe i kanë përdorur në jetën e përditshme. Apo i ruajmë siç duhet këto pasuri natyrore? Është në fakt një sfidë dhe vërtetë. Po. Si pjesën e ruajtjes të burimeve natyrore, por ruajtjen edhe trashëgimisë kulturore apo historike, është një sfidë jo vetëm për institucionet, por edhe për vetë komunitetet. Shpeshherë zhvillimi në zona turistike bën ndesh me burimet natyrore, pra rritja kërkesës për turizëm, patjetër që do sjellin edhe sepse këto zona nëse zhvillohen nga ana turistike, patjetër që do shfrytëzojnë resurse më tepër natyrore. Por kjo është sfida që duhet ruajtur ekuilibrat mes zhvillimit turistik që duhet të jetë duke u referuar turizmit të qëndrueshëm, dhe nga ana tjetër ruajtjes së natyrës, meqense janë edhe zonat mbrojtura. I gjithë parku i Alpeve shqiptare, qoftë nga pjesa shqiptare, por edhe nga pjesa e Malit të Zi apo edhe Kosovës, cilët ndajmë, themi, të njëjtat resurse natyrore, sikurse për shembull janë bjeshtë e Namuna. Kanë status të mbrojtjes pak a shumë të njëjtë, kategori e dytë e mbrojtjes.
duhet të ruhen vlerat natyrore dhe të shfrytëzohen në mënyrë të qëndrueshme, në mënyrë që mos kena dëmtime të biodiversitetit apo edhe vetë të mos shkojmë drejt turizmit masiv, ndërtimit të resorteve apo njësive akomoduese me shumë dhoma, po themi, sepse kjo do sjellë një rrezik apo dëmtim të natyrës, apo dhe kërcënim edhe për vetë biodiversitetin në këto zona ku zhvillohet turizmi natyror. Por është një sfidë edhe për vetë komunitetin lokal që duhet të reflektojnë që turizmi duhet jetë i qëndrueshëm, edhe nëse kanë një banesë të tyre në ato zona, duhet të krijojnë standarde dhe kenë kapacitete themi të kufizuara, pra të mos orientohen drejt zhvillimit apo të betonizimit të këtyre zonave, sepse e para nuk lejohet në zonat e mbrojtura, por edhe e dyta patjetër që sjell dëmtim të natyrës, cilat nuk mund të rikthehen më, por edhe për trashëgimin kulturore apo historike, shpeshherë le të themi që është edhe sfida edhe për vetë institucionet për t'i ruajtur, por ama nga ana komuniteteve lokale nuk kena të rinj të cilët duan të trashëgojnë shumë zanate. Për shembull, numri i çobanëve. Po, nëse transhumancën ne tashmë kena pjesë në UNESCO, është e trisht kur mendon që të ri refuzojnë të bëjnë punën e çobanit, sepse nuk kanë mbështetje financiare për vetë çobant, për kullotat alpine, mungesa kushteve atje në përstane, dhe janë shumë element apo faktorë cilët bëjnë që të rit të refuzojnë këtë lloj profesioni. Dhe kjo po çon ditë për ditë në reduktimin e numrit të çobanëve. Nëse flasim edhe për xhubletën, kemi shumë pak të rinj të interesuar në diebërjen e xhubletës. Kjo duhet i fije pak edhe politika që të ndërhyj në shkollat profesionale, pra të ketë programe mbështetëse, financiar edhe buxhet të mjaftueshëm që të ofrojnë kurse dhe të motivojnë të rinjt të prodhojnë xhubletën. Dhe kështu mund të ruhet edhe diebërja e xhubletës. Pra po flasim vetëm për dy aspekte. Pra nga një anë qëndrojnë institucionet, mjetet financiare, burimet njerëzore që janë shumë të rëndësishme, dhe nga ana tjetër po edhe vetë komunitetet lokale që edhe ato duhet të kontribuojnë në ruajtjen e këtyre vlerave natyrore, trashëgimisë kulturore dhe historike. Po, turistëve çka ju bën përshtypje më shumë në Shqipëri, se Shqipëria është e pasur me gjithçka, më shumë pasuritë natyrore apo trashëgimia kulturore? Me çka fascinohen më shumë? Nuk mundem me thanë që turistët e huaj kur vinë dhe vizitojnë pëlqejnë më shumë bukuritë natyrore. Unë them është diçka paralelisht komplementare që plotësojnë njëra tjetrën. Pra maniten nga bukuritë natyrore, nga Alpet shqiptare, janë shumë të bukura, por nga ana tjetër janë shumë kurioz të dinë për historinë e Shqipërisë, trevave shqiptare, për gjithçka që mbartin trashëgimin historike, kulturore. Për shembull, vinë dhe vizitojnë Thesin, asnjëherë nuk kalojnë, pra asnjëherë nuk ikun nga Thesi pa njoft historinë e kullës së ngujimit, pa vizituar kishën e Thesit, qoftë edhe pa marrë informacionin e duhur në lidhje me historinë dhe kulturën e shqiptarëve. Nëse flasim sidomos, ajo që është më interesante për ta çfarë duan të njohin për periudhën e Skënderbeut, por edhe për periudhën e vështirë të komunizmit. Dhe periudhën e tranzicionit që Shqipëria po kalon mbas ndryshimit të sistemit nga komunizëm në demokraci. Pra, është një po themi komplementare edhe pjesa natyrore që i tërheq, edhe pjesa historike. Ju jeni shkodrane, jetoni në qytetin e kulturës shqiptare, ku e vërshojnë turistët dhe ka kulturë
të jashtëzakonshme nga të gjitha fushat. Po me guidat turistike, kur fillove të merresh, çka ju shtyu, çka ju bëri përshtypje me qenë se jeni me profesion biologe? Pikërisht duke lidhur shumë me natyrën, jam prej 25 vitesh edhe në pjesën e mësimdhënies, edukimit brezit të ri, por prej 11 vitesh, sikurse e shpreha edhe në fillim, më shtyu dëshira pse mos jem edhe një guid për kundrimin e shpendëve. Edhe malet I kisha pasion, isha pjesë e grupeve alpinistike në Shqipëri dhe Shqipëria zotëron një themi pasuri të jashtëzakonshme natyrore, sidomos veriu. Jo se jam shkodrane, por me të vërtetë veriu I Shqipërisë për mua shumë I bukur. Edhe jugu ka pjesë shumë të bukura, nuk mundem, sidomos plazhet shkëmbore në detin janë fantastike, por për pjesën malore apo për pjesën historike dhe kulturore, Shkodrës nuk ja kalon asnjë qytet. Le të jemi realist. Dhe pikërisht pse mos ta promovoj qytetin tim në çdo aspekt, qoftë në aspektin natyror, kulturor, dhe unë I zotëroj këto licenca, po themi, për të udhërrëfyer turistë huaj, kudo në male, në qytet, apo dhe në liqen. Dhe sigurisht kënaqesh shumë bashkë me ta? Po, dhe kjo edhe dëshira, pra dashuria për Adheon, sidomos për vendlinjen time të Shkodrës, por edhe profesioni I lidhur me natyrën më ka shtyrë të jem edhe një udhërrëfyese për të promovuar bukuritë e qytetit tim. Dhe Shkodra, le të themi, është një ndër qytetet me atraksionin më të lartë turistik, le të themi vitet e fundit, kalaja Rozafa është ndër kalat më të vizituar në Shqipëri, Alpet shqiptare, turi që I njoftun, I cili kalon në 3 shtete, Shqipëri, Kosovë dhe Malizi, në trevat shqiptare, le të themi, është një ndër turet malore që në vitin 2023 ishte top destinacioni malor më I mirë në Europë. Në Europë. Në Europë, po. Dhe ende vazhdon ndër destinacionet më të kërkuara, pra kemi turistë që vinë edhe pa guida, pra është lehtësisht mund ta bësh edhe pa guida, por ka edhe plot grupe turistike që zgjedhin me guida ta bëjnë këtë tur, në varësi të kohës që kanë në dispozicion, 7 ditë apo 14 ditë për ta bërë të plot apo të përgjysmuar, por gjithsesi mbetet një ndër destinacionet më të preferuara malore, majet e Ballkanit, Peaks of Balkans, dhe turistët kur vinë nuk njohin vetëm pjesën malore, por edhe pjesën e kulturës të trevave shqiptare në të 3 shtetet, sepse pikërisht ky tur kalon në çdo fshat malor që përgjithësi kanë qenë pjesë e trevave shqiptare para se Shqipëria të shpallej shteti I pavarur. Prandaj kudo që shkojnë dëgjojnë shqip, edhe në pjesën e trevave shqiptare në Malin e Zi, po diskutim në Kosovë, por edhe Shqipëria. Prandaj edhe ky tur promovon jo vetëm bukuritë natyrore në të gjitha dimensionet, me biodiversitet, me monumente natyrore, por edhe pjesën e kulturës. Do thotë janë të interesuar për të gjitha këto, jo vetëm për diçka në veçanti. Jo, nuk ka si gjë në veçanti, por në përgjithësi turet janë komplekse, çdo ditë është e ndryshme, qoftë në distanca, qoftë në peizazhe apo relieve malore të ndryshme, por edhe monumente kulturore të ndryshme, kulinari të ndryshme, le të themi në varësi të kulturës që kanë vetë fshatrat, por edhe pjesë të nën kulturave, le të themi të traditës apo dhe historisë që ato mbartin çdo fshat që është pjesë e këtij turi ballkanik. Sa ka qenë grupi më I madh I turistëve që keni pasur gjatë gjithë kësaj periudhe, sa merreni me guida? Faktikisht në turet malore, numri I turistave për çdo guid është I limituar. Pra një guid duhet të udhërrëfej jo më shumë se 10 turistë, pra 7-8, maksimumi 10.
por së fundmi kam udhërofyer një grup nga Amerika, 22 Amerikan, ka qenë një tur ballkanik në qytetet kryesore të trevave shqiptare, duke filluar me Tiranën, me Shkodrën, pjesë të maleve, Thesin, Valbonën, kemi vazhduar me trevat në Kosovë, po themi në Prizren, në Gjakov, në Prishtinë dhe kemi vazhduar në Maqedoni, në qytetet që kanë komunitete shqiptare, në Shkup dhe Ohër, dhe sërish jemi kthyer në Shqipëri, në Berat dhe kemi përfunduar në Krujë. Duke marrë me vete kujtime, eksperienca, informacione, lidhje me natyrën, historinë, kulturën e gjithë trevave shqiptare. Të lumt për punën dhe gjithë të promovim që ja bëni kulturës dhe traditës shqiptare dhe natyrës në veçanti. Nëse do të ndryshoje diçka sa i përket turizmit shqiptar, çfarë do të ndryshoje? Çka i nevojitet për të ardhur edhe më shumë turistë që ta vizitojnë? Le të themi, bukuritë natyrore nuk mungojnë, por çfarë mungojnë? Pjesa e infrastrukturës, kapacitetet për sa i përket shërbimet, ka nevojë sërish të kapacitete, po themi, njerëz që mund të përfshihen në pjesën e shërbimeve, ka nevojë përmirësimi infrastrukturës, sikurse e përmenda, qoftë në rrugë, infrastrukturë, energji elektrike, s'ka zona të thella që kanë ende probleme me energjinë elektrike, por edhe nga pjesa institucionale, le të themi ndërmjet shteteve, që operojnë ture të përbashkëta, qoftë natyrore, kulturore, duhet të mirë menaxhohen këto po themi pjesa e turizmit, pra të ketë facilitete edhe në dogana, mos ketë vonesa, shpeshherë, megjithse gjithmonë bëhen përpjekje për të përmirësuar këto facilitete, po themi kur një grup turistik kalon nga një shtet në një shtet tjetër. Gjithsesi, kur potenciali, po themi natyror, historik, kulturor ekziston, gjitha tjerat do jenë në përmirësim, në vazhdim, dhe shpresoj që të ketë edhe politika të mira për të afruar të rinjt, të mos largohen as nga Shqipëria, as nga Kosova, pra nga vendet e tyre, por le të rinë në vendin e tyre, të punojnë për vendin e tyre, sepse edhe do sigurojnë të ardhura, po ku ma mirë se themi një person që lindet e rritet në vendin e vet, ai e promovon më mirë se sa një i huaj nëse vjen për të punuar në mënyrë sezonale. Pra duhet edhe politika të mira për të mbajtur rinin edhe për të ketë politika punësimi për të rinjt në shtetet e tyre, flas për Shqipërinë dhe Kosovën. Po, pra se ka mundësi mjaft vetëm të punohet në atë drejtim. Tha që me turist keni ardhur edhe në për Kosovë. Çfarë përshtypjesh patën turistët për Kosovën? Sipas jush, a kemi ne Kosova kapacitete të mjaftueshme për turizëm, po edhe bukurinë natyrore? Nëse flasim për Kosovën, edhe Kosova ka plot, le të themi, jo vetëm resurse natyrore, bjeshte sharrit, apo bjeshte namona, pra resurse natyrore ka plot. Turizmi malor është një potencial i jashtëzakonshëm për Kosovën, ndoshta ka më pak resurse historike, por çfarë do kishte kanë mirë, do ishte të kishte më tepër diversitet të paketave turistike. Sepse Kosova ka resurse të mjaftueshme për të shitur pafundësisht paketa turistike, qoftë ture natyrore, le të themi, por edhe historike dhe kulturore, sepse ka plot histori për treguar dhe turistët shpeshherë vinë me atë interesin për të njohur, sidomos për luftën e Kosovës, dhe gjithë themi karavanin e vuajtjeve që vetë populli i Kosovës ka pasur ndër vite nga regjimi i serb, dhe pikërisht duhen ketë më tepër edhe në lidhje me kapacitetet njerëzore, në lidhje me guidat,
duhet ketë më shumë guida apo udhërrëfyse për historinë dhe kulturën, paketa më tepër, diversitet paketash turistike, pra që turisti ta mbajmë sa më shumë ne qëndrimin në Kosovë dhe jo t'jenë këto qytete kalimtare. Nëse në Prizren ne qëndrume 2 net dhe pat me mjaftueshëm çfarë të vizitonim dhe të shihnin, në Prishtinë thjesht ishim kalimtar, po Prishtina ka plot gjana çfarë me vizitu. Ndoshta edhe në aspektin kulturor, ketë sa më shumë ngjarje kulturore, cilat jo se nuk ka, por duhet të lidhen edhe me sezonin turistik. Pra, kur gjatë verës ka më shumë turistë, cilët kalojnë nga Shqipëria në Kosovë apo anasjelltas apo edhe nga Maqedonia, duhet ketë ngjarjet kulturore të tërheqin turist në mënyrë që të ketë sa më shumë net qëndrimi. Dhe kjo është një e mirë për gjithë operatorët apo bizneset që operojnë në fushën e turizmit. Diçka për fund të kësaj bisede, zonja Aurora? Çfarë do të thoshe? Ballkani, në veçanti trevat shqiptare, nëse flasim, janë një destinacion ende i pazbuluar mirë. Kështu që jam shumë optimiste që vitet e ardhshme, jo vetëm në Shqipëri, por në Kosovë dhe në gjitha trevat shqiptare, edhe në Malzi, edhe në Maqedoni, apo edhe në Greqi, që ka treva shqiptare, do vijojnë të rritet numri vizitorëve, sikurse po vazhdon, dhe turizmi besoj do jetë një ndër fushat kryesore të zhvillimit të këtyre vendeve. Prandaj edhe duhet edhe vëmendje e gjithë institucioneve të përmirësojmë jo vetëm politikat, infrastrukturat, të rrisim buxhetet në mënyrë sepse e vetmi sektor i cili do na sjell të ardhurat të mira për gjitha këto shtete, le të themi ku trevat shqiptare ndodhen, do jetë turizmi. Prandaj duhet edhe një vëmendje në rritjen e kapaciteteve, në rritjen e fondeve, projekteve zhvillimore, dhe besoj këto do jenë edhe ura lidhëse mes trevave shqiptare, cilat do mbajnë gjallë traditën, kulturën, dhe kemi çfarë t'ju ofrojmë edhe turistëve të huaj, që ta njohin Shqipërinë e vërtet për te kufive ligjor, por këtu jena jashtë kufive natyror, po themi sepse kur flasim për malet, malet s'kan kufi. Le të themi, kufit natyror janë gjithë këto trevat cilat na bëjnë bashkë dhe na përfaqësojnë si një Shqipëri unike. Të falenderoj shumë dhe shumë suksese.